Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1401, perandori turko-mongol Timur bastis Damaskun. 1603, James i VI i Skocisë bëhet James i parë i Anglisë dhe Irlandës pas vdekjes së Elizabetës së parë. 1707, bashkohen zyrtarisht mbretëritë dhe parlamentet e Anglisë dhe Skocisë për të krijuar mbretërinë e Britanisë së Madhe. 1882, në Berlin, mjeku dhe mikrobiologu gjerman Robert Koch njofton se kishte arritur të izolonte bacilin që shkakton tuberkulozin, një nga shkaqjet kryesore të vdekjes në ato kohë. 1898, shitet automobili i parë, Robert Ellison nga Pennsylvania, bleu një automobil Winton, pasi kishte parë reklamën e kësaj makine në revistën Scientific American. Kompania Winter Motor shiti atë vit 22 automobil. 1905, në Amiens të Francës, shkrimtari Jules Verne ndron jetë në moshën 77 vjeçare. 1945, në faqet e revistës Billboard, shfaqet për herë të parë klasifikimi i albumeve muzikore më të shitur. Në krye është The King Cole Trio, regjistruar nga Nat King Cole me Oscar Moore dhe Johnny Miller. 1949, në edicionin e 29 të ndarjes së çmimeve Oscar, aktori më i mirë shpallet Laurence Olivier për interpretimin tek filmi Hamlet, i cili gjithashtu fiton çmimin për filmin më të mirë. 1924, Greqia shpallet Republik, pasi dështoi për të marrë Konstantinopolin. Mbreti Konstantinu detyrua të heqë dorë nga froni në favor të djalit të tij, George II. 1973, publikohet dhe në Europë albumi i Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. 1976, në Argjentinë forcat e armatosura rrëzojnë qeverinë kushtetuese të presidentit Isabel Perón dhe fillon periudha 7 vjeçare diktatoriale e veçuar procesi i riorganizimit kombëtar. 1986, në edicionin e 58 të ndarjes së çmimeve Oscar, Afrika ime fiton çmimin si filmi më i mirë, regjisori më i mirë dhe producenti më i mirë, ndërkohë aktori më i mirë është William Hurt në filmin Puthja e Merimangës. 1999, lufta në Kosovë. NATO fillon bombardimet ajrore kundër Jugosllavisë për të ndalur një valë të re pastrimi etnik të Kosovës. 1999, ish-kryeministri Romano Prodi bëhet presidenti i Komisionit Evropian. 1999, një kamion i ngarkuar me miell dhe margarinë u përfshi papritur nga flakët brenda tunelit Mont Blanc në Francë. 39 njerëz humbën jetën. 2002, filmi A Beautiful Mind, një mendje e bukur, fiton Oscarin si filmi më i mirë. Si aktori më i mirë shpallet Denzel Washington. 2007, me ndeshjen Itali-Angli, inaugurohet stadiumi i ri Wembley në Londër. 2011, New York është qyteti më i populluar në Shtetet e Bashkuara, me 8.175.133 banor. 2013, qindra mijëra protestues protestojnë në Paris kundër legalizimit të martesave të njëjtit seks në Francë.